pyetja kështu, ti më shikusit. Thot, a muj ta lush Allahut që të më jep pare, kerr, pasuri për dunjë. O lutë Allahun, çka dush? Ja shtash që këto net du të me lutë Allahun azza wa jall jaku. Çka dush lutë Allahun azza wa jall. Lutë me don pare, me don shnet, me don dashnore të mirë, gru të mirë. Luteve çka dush. S'ka kur gjë të keqe. Po, me donën çdo të mirë që ke nevojë, natyrisht me halal. Me don Allahu shtëpi të mirë, të bukur, me don Allahu punë të mirë, të mbar. Ta kesh punën e mirë, të lehtë, me rrogë më të madhe. Lutë kërkoje për Allahut azza wa jall dhe merri se vepër. Do të bëja sa i gin duas tënde. Bëja sa i gin duas tënde para se me lutë Allahun dhe bëja sa i gin duas tënde pasi që ta lutësh Allahun azza wa jall. Qysh para se me lutë Allahun, mundohu me hongër halal, mundohu mu vesh me halal, mundohu me lutë Allahun për punë të mira. E pastaj, pasi që ta lutësh Allahun azza wa jall, mundohu mi marr sebepet që me të realizu ato kërkesat dhe duat të cilat ja ke kërku Allahu të madh. Allahu na bëft nasib çdo të mirë. Andaj Allahu zëna ka mësuar Kur'an dhe na thot Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanallah, o Zoti jon, arova e thash arabisht. Allahu na ka mësuar Kur'an që na me lut Allahut kështu me thon o Zoti jon. Na jep të mira në këtë dunjë, hasana. Çdo të mirë në këtë dunjë, gjitha të mirat që mundesh me imagjinu e që mundën ty me të përshtat dhe ty të pëlqen, kërkoj Allahut azza wa jall. Allah të lutë Allahun me t'i dhënë të mirat e kësaj dunjë. Allah kret këtë dunjë me gjitha të mirat që i ka kjo dunjë. I ka krijuar në shërbim të njerëzit. Andaj njeriu le ta kërkon Allahut azza wa jall, asgjë nuk ka të keqe këto. Kërkoj Allahut më të mirën të mundshme që mundet me të shku mendja jote. Dhe kërkoj Allahut edhe të mirat e ahiretit. Xhenetul Firdaus, më të mirën dhe gjitha të mirat që i ka xheneti. Dhe thuaj Allah na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Allah më ruajt mua, ty dhe gjithë dëgjuesit e shikuesit, vëllezër e motra nga zjarmi i xhenemit. Zoti ju bekoft. Selam aleikum. Vajdash përgjigjem këtu e ki. Selam aleikum.